Gjithashtu prej kushteve, apo kushti 4, të jetë vendas, mos të jetë në udhëtim. Pra nëse është në udhëtim, lirohet nga xherimi. E të kështu pyet njëri dhe thot, po unë gjithnjë jam në udhëtim. Unë e punoj shofer. Pik këtu në Zvicër, pik Zvicër këtu, pik këtu atje. Pra, udhëtari nuk obligohet, ama preferohet që të agjeron nëse agjerimi nuk e mundon. Argument për këtë, transmetohet nga pejgamberi Allahut, që thot disa sahabi thot kemi qenë me pejgamberin Allahut, disa agjeroshin e disa qelshim. Pejgamberi Allahut as nuk i qortoi ke ato që qelshin, e as nuk i qortoi ke ato që agjeroshin. Që nuk kupton se në udhëtim, njëri më pyet, a ban me agjeru duke qenë udhëtar? Ban me agjeru, ama nuk e ke obligativ. Çfarë do të thonë? Do të thonë je i liruar prej agjerimit. Cila është më e mirë? Më e mira është që të agjerosh. Ka se ka thonë Allahu wa an tasumu khairul lakum. Sikur të agjeroni do të ishte më mirë përderisa agjerimi nuk dëmton. Ndërsa nëse je në udhëtim dhe agjerimi të dëmton, atëherë ke gjuna të agjerosh. Dhe kjo është hadithi i pejgamberit Allahut, se ndoshta ke rinë me pyet dhe thotë kam dëgjuar një hadith që thotë pejgamberi Allahut nuk ka as prej mirësisë me agjeru në udhëtim. A di kur ka thonë pejgamberi Allahut? Kur e pa njëri sahabi po agjeroi ke dhe ishim mbledh sahabët u kull. Tha çka jeni do të tha po jena të bëj hije. Pse? Se ato i rat fikt. Tha nuk ka as prej mirësisë me agjeru në agjerim. Nuk ka as prej mirësisë me agjeru në udhëtim. Pra ti me të bëj hije tash. Ti jena me të bajtën. Për çka se ti ku don ja thotë unë jam mësu me prish. Atëherë ju mu ishni ju nkra me mbajt, ama unë me qelë se qeli. Ka thonë pejgamberi ku ti vjen në çështja që e dëmton, e ke vështirë që të agjerojsh në udhëtim, atëherë më e mira është me qelë. A nëse e ke lehtë, shkon mbi këtu në aeroport, edhe koferët ti bojnë ti, edhe ti me kravat, pik këtu drejt tek e vudon ciri, me të bisat më rrin, i çlodhur. Atëherë do të thonë që nëse e ke lehtë është më mirë me agjeru. E kem kujtohet ishmi numre, e kur dërëm kodrën e udi njëni për më përprejk për mas. Ta hoxë, hurno. Tha, banbe me qelës nasi udhëtar. Sa ti tenë sa bajshtë. A ban me qelë nasi udhëtar, po cëllin udhëtim po ma shefti. Pin me dinët e Uhudi, 4-5 kilometra. Ta diçka është për më pijet uj. Pra nuk është prej mirësis me agjeru në udhëtim kur. Kur agjerimi të bëhet dëm,